Përshëndetje gjithëve, jemi në podcast, jemi në Radar, do diskutojmë mbi një skandal që ka përfshirë Evropën, por edhe vendin ton, bëhet fjalë për qumshtin formul, që është një skandal që, siç e thash, ka përfshirë shumë vende, shumë shtete, mes tyre edhe Shqipërinë. Për këtë do diskutojmë me drejtorin e qendrës Alert, zotin Grani Sokoli. Zoti Sokoli, faleminderit shumë që jeni me ne. Kënaqësi. Çfarë është ky skandal? Ne dëgjuam në Evropë, edhe në Shqipëri pati disa raste, më konkretisht. Në fakt është një alarm global për qumshin formul të foshnjave, i cili ka ndodhur si shkak i një kontaminimi me një bakter dhe që po tërhiqet masivisht nga tregjet. Dhe jo vetëm në disa vende të Bashkimit Evropian, por edhe deri në Kinë kanë shkuar tërheqjet e këtij qumshti. Janë produkte të Nestlé dhe Danone kryesisht, të cilat gjenden masivisht edhe në tregjet tona, në Shqipëri, në Kosovë, pra në rajon, por në gjithë botën. Është një alert që është quar nga rasfi i Komisionit Evropian për shumë vende, ku është përfshirë edhe Shqipëria. Ka pasur disa alerte, dje ka qenë i fundit, për një qumësht foshnje, pra formul për foshnja, Aptamil në mos gaboj është i fundit, i cili po tërhiqet nga tregu, ka ndërhyrë vetë operatori i biznesit për ta tërhequr, AKU-ja apo ashtu Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, me qëllim largimin e tij nga tregu, të një loti. Bëhet fjalë për një lot, jo për gjithë sasinë e prodhimit të njëjtës markë. Pra, nuk është e thënë që është prekur komplet kompania, bëhet fjalë vetëm për një lot që ka dalë i kontaminuar. Nuk ka të dhëna me gjithë tregjet, hetimet në tregjet globale, me gjithë ato çfarë po bën vetë kompania që ka në fund detyrim ligjor dhe përgjegjësi ndaj konsumatorëve vetë, pra nuk bëhet fjalë për gjithë prodhimin e kompanisë. Pra të qumshit formul flasim, jo për produkte tjera që s'kan lidhje me qumshin formul. Janë disa lote, në Shqipëri është një i fundit që është Aptamil, në Kosovë kanë qenë disa lote të Aptamilit, madje 2 herë njoftime të ndryshme nga rasvi dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, dhe edhe atje janë tërhequr dhe po tërhiqen edhe në Shqipëri e njëjta gjë. Megjithatë, në markete ka ende produkt të njëjtës markë, por jo i njëjti lot. Kjo nuk do të thotë që ato produkte janë me problem apo rrezikojnë konsumatorët. Megjithatë, në gjykimin tim do ishte mirë që të paktën derisa të sqaroje gjithë situata të mos përdoreshin. Sepse nëse sot një lot është me alert dhe po tërhiqet apo është tërhequr nga tregu, nesër mund të rezultojë ai lot i cili është në market dhe presupozohet aktualisht dhe ligjërisht është i ligjshëm për të konsumuar dhe i rregullt, mund të rezultojë ai me probleme. Sepse qoftë Nestlé, qoftë Danone, por besoj edhe kompani tjera kanë përdorur të njëjtën lëndë, është një vaj i ngopur me acid yndyror, i cili mendohet që është problemi i gjithë problemit i produktit, pra kontaminimin të produktit, sepse dihet që qumshti formul është qumësht pluhur me shtesa tjera ushqimore. Si do zëvendësuar qumshti pluhur, sepse të gjitha nënat mund t'i japin gjithë fëmijëve tyre, por si duhet zëvendësuar duke qenë se ka raste të përsëritura, nuk është vetëm ky rast. Shiko, spari këtu do duhej një mjek të fliste, sepse një pediatër apo nuk e di se çfarë, për thënë se si mund zëvendësohet, paktën për nonat që nuk kanë qumësht, qumësht gjiri. Por gjithsesi ka opsione tjera tregu që nuk janë të njëjtave kompani, marka apo këtyre kompanive kaq të mëdha globale, pra tregu është fatmirësisht plot me marka të ndryshme, të cilat mund zëvendësohen për momentin derisa Nestlé, Danone dhe autoritetet e sigurisë ushqimore qoftë Shqipëri apo në vende të tjera të sqarojnë situatën dhe konsumatorët të qartësojnë që nuk ka probleme pra me produktet të cilat gjenden në treg. Çfarë problemesh mund të shkaktojë ky lloj bakteri tek njeriu? Pak nga rastet e raportuara. Atëherë, spari kemi një hetim që ka nisur në Francë për vdekjen e 2 foshnjave në 2 qytete ndryshme, në ditë të ndryshme, po jo larg njëra tjetrës, janë foshnja shumë të vogla, dhe prokurorët e atyre qyteteve kanë nisur hetimin për të gjetur nëse ka lidhje vdekja e tyre me qumshin që kanë konsumuar, qumshin formul, sepse në të 2 rastet nonat e tyre të foshnjave pra kanë deklaruar që kanë konsumuar qumësht nga produktet formul të Nestlés dhe ka nisur një hetim. E kam thonë edhe disa herë tjera që madje edhe 2 ditë para EFSA, Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore, kishte publikuar një material ku fliste edhe për shenjat që mund të kenë foshnjat kur kontaminohen dhe preken, pra ka efekt
ky qumësht, janë kryesisht shenja që shpesh herë ose gjatë gjithë kohës mund ngatrohen edhe me simptomat e virozave apo probleme stinës që janë të vjella, diare, dhimbje stomaku, shtrëngime të fëmijëve, që sigurisht këto janë çështje mjekësore, janë jashtë kompetencave të mia, por që ngatrohen lehtësisht me simptomat e stinës. Kështu që do të ishte e mirë që mjekët në qendra spitalore ku mund të shkojnë foshnja të smura, po themi, por që prindërit e tyre mund deklarojnë që kanë konsumuar edhe qumësht formul, që bëjnë analiza shëndetësore për të vërtetuar nëse është viroz, është problem stine apo mund të jetë kontaminim i mundshëm nga qumështi formul i prekur. Kemi pas disa raste ku AKU-ja ka vepruar, disa muaj më parë ka vepruar me misrin që erdhi nga Serbia. Çfarë ndodh me atë misrin, sepse shqetësohen shumë tregtar? Spari tregtar nuk duhet të jenë shqetësuar do të jemi ne konsumatorë në final. Sepse si pasojë e ushqimit për kafsh rezulton edhe aflatoksina në qumësht. Duhet të jenë shqetësuar blegtorët, të cilët e kanë bukën e tyre, ushqimin e tyre, jetesën e tyre të përditshme me qumshtin e atyre kafshëve. Dhe nëse rezulton qumshti i tyre me aflatoksinë, do të thotë që është nga ushqimi. Ushqimi presupozohet ushqimi për kafshë gjithmonë. Ushqimi presupozohet që është i kontrolluar ose kontrollohet dhe analizohet nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Ajo është institucioni i përgjegjës për të garantuar sigurinë ushqimore. Blegtori vet e ka të pamundur ta shohë mykotoksinën, që është pra aflatoksinën, por në këtë rast është familja e mykotoksinave, ta shohë me sy. Nuk mund shihet gjithmonë me sy dhe për sa kohë e gjen në treg për ta blerë, presupozohet që është produkt i sigurt. Ka pasur në dhjetor, nuk jam i sigurt në nëntor, po në dhjetor pati një nisje të një aksioni, po themi masiv për të kontrolluar misrin si ushqim për kafsh që vjen nga Serbia, sepse kryesisht ne aty e marrim ushqimin për kafsh, misrin konkretisht, dhe që shumë ngarkesa kanë rezultuar me aflatoksinë, të cilat janë kthyer mbrapsht, një pjesë e tyre. Një pjesë e tyre janë azisuar, se varet si janë marrëveshjet mes tregtarëve, mes shitësit në Serbi dhe importuesve shqiptar. Një pjesë e tyre është analizuar në qoftë se ka qenë gjendje në magazinat tona të shpërndarjes pikat e shumicës, është analizuar këtu dhe fatkeqësisht ka rezultuar shumë sasi, pra shumë ngarkesa me aflatoksinë, të cilat ato që janë analizuar sigurisht nuk kanë hyrë si konsum për kafshët, janë kthyer apo azjesuar, por çështja është se ne importojmë çdo ditë nga Serbia. Dhe nuk jam i sigurt nëse edhe kapacitetet laboratorike të Shqipërisë, terrenet ato që shërbejnë për kryer analiza, kitet laboratorike, të cilat duan buxhete të veçanta të ishin parashikuar akoma më parë e tjera, pra nëse ka Shqipëria kapacitet për ta analizuar çdo ngarkesë të mundshme që vjen me misër nga Serbia. Jo se s'ka kapacitet laboratorike, por ti duhet të jesh i përgatitur më përpara me buxhet, kesh këto kitet laboratorike apo terrenet, si shnihen ndryshe për të kryer analiza. Dhe jo gjithmonë ISUV mund të jetë në gjendje etiket, sepse nuk i ka të parashikuara. Çdo gjë në shtet funksionon me buxhet shtetit planifikuar, me tender të bërë më përpara e tjera. Megjithatë ka një punë intensive për këtë, por qumshti i fermerëve, i blegtorëve vazhdon të jetë me aflatoksinë, jo i gjithëve sigurisht, por një pjesë e tyre po, të cilët tashmë janë nëpër media. Ushqimin që vjen nga Serbia në këto kushte që jemi, çfarë duhet të bëjmë ne? Unë nuk mund të them që duhet bojkotuar, në fundit nëse ti nuk ke ushqim për kafsh, nuk do kesh as qumësht. Nëse u heq misrin lobëve, po themi konkretisht, dhe ju ndryshon atë formulën e ushqimit, regjimin ditor, dietën ditore, sigurisht do kesh prodhim shumë më pak, sepse misri është ai që krijon qumshtin kryesisht tek kafshët, dhe që sado që të bojkotohet është e pamundur ta ndalosh. E para s'mund ta ndalosh sepse kjo është marrëveshje tregtare, është interes a nevoja. Nëse nuk e merr në Serbi, ku do ta marrësh? Ne nuk kemi as prodhim misri dhe madje kemi shumë pak, qoftë për kafshë, qoftë për njerëz. Përveç kësaj, misri jonë nuk është më i mirë se i Serbisë. Në kuptimin e kushteve të ruajtjes e tjera, se dakord Serbia në disa zona mund të ketë lagështi më shumë. E gjithë kjo periudha është e lagësht, si në Serbi si në Shqipëri. Kështu që edhe misri jonë mund shfaqë probleme nga më të ndryshmet. Fakti që analizohet më pak se janë përqendruar tek misri importit, kjo nuk do të thotë që joni është më i mirë. Mykotoksinat mund shfaqen në bardh thatë, mund shfaqen në jonxh, mund shfaqen në silazh për kafshë, që ato vijnë nga burime të ndryshme. Burimi kryesor aktualisht është
misri që vjen nga Serbia. Pra nuk mund ta bojkotosh sepse ka nevojë tregu për të. Sigurisht mund të negociohet me kompanitë e Serbisë, me dy ministrit e Shqipërisë dhe e Serbisë të bujqësisë, kompanitë tona mund të ndrojnë, mund të gjenë tregje vende tjera ku jo shtete, por kompani tjera që mund marrin misër edhe më të mirë, sepse ka dhe shumë kompani këtu, të cilat e di, të cilat ju janë analizuar edhe 12 ngarkesa rresht me misër nga Serbia dhe ju kanë dalë konform, ju kanë dalë rregull. Që nuk dalin gjitha ngarkesat. Pra ti gjen tregtarin më të mirë, gjen tregtarin më serioz, gjen zonën ku ka më pak lagështi dhe kushtet e ruajtjes. Do dim që edhe nëse një misër vjen brenda standardeve nga Serbia apo nga do që të vi, në momentin që mbahet këtu në magazina, janë kushtet e duhura, koha e gjitha me lagështi, ai krijon mykotoksinat këtu. I krijon mykotoksinat nëse vjen nga i vendi më i largët, se Serbia është afër, edhe gjatë transportit në kamion. Kështu që ka shumë, është çështje myku. Pra ti një produkt mund ta kesh mirë sot, pas 2 ditë është zë myk edhe, varet nga kushtet e ruajtjes. Në mbledhjen që kryeministri Tirana pati në fillim të këtij viti me pjesëtarët e grupit parlamentar, foli që duhet bërë më shumë për sigurinë ushqimore si një nga standardet për të futur dhe në Bashkimin Evropian, por ne nuk e kemi plotësuar. Tha ai, çfarë nuk shkon mirë në gjithë këtë zinxhir? Shiko, spari është për të përshëndetur megjithëse me shumë vonesë. Është mandati i 4 i kryeministit Rama dhe vjet në takimin e parë, pra me grupet e interesit në Cerrik. Jo, nuk ishte takimi i parë, por ishte deklarata e parë që foli për siguri ushqimore. Dhe tani po i kthehet sigurisë ushqimore, sigurisht është për të përshëndetur dhe vlerësuar, megjithëse me shumë vonesë. Por siguria ushqimore edhe vetë kryeministri edhe fëmijët e tij ushqejnë në këtë vend. Nëse do mendonim që s'mendon për tjerët, po vetëm për vete dhe fëmijët e tij ushqejnë këtu. Gjithsesi është për të vlerësuar që i kthehet kësaj situate. Sigurisht siguria ushqimore ka probleme në gjithë zinxhirin e vet. Nuk ka një hallkë e cila të jetë funksionale, por edhe kur është ajo funksionale me gjithë standardet e mundshme, sigurisht siguria ushqimore është zinxhir, nuk është vetëm një hallkë. Kështu që ty ta prish zinxhirin hallka tjetër. Ka problematika në të gjitha. Ka problematika në prodhim, ka problematika në aflatoksin, ka problematika në përpunim mishi, po themi, apo prodhim, ka probleme nga më të ndryshme, ka probleme në sistemet e bujqësore, lektorale, pesticide, produkte mbrojtjesh, kafshësh, po themi janë PMV, jo PMB, të cilat her pas here mund të jenë edhe jashtë standarda apo përdoren pra kritere. Ka një pjesë e tregut është informale fatkeqësisht, kryesisht baxhat sezonale, baxhat e vogla në zona shumë të thella, është zinxhiri i tyre pa kontrolluar, cilësia e kontrollave zyrtare në markete, në dyqane nuk është në nivelet e duhura dhe kjo po vërtetohet nga dita në ditë. Kështu që kryeministri bën shumë mirë që e përmend dhe duhet të mshoj fort kësajt, është kapitulli, shumë herë kam thënë 10 herë, që është kapitulli i fundit që do të mbyllet për nga problematika që shfaq. U hapen gjithë kapitujt, u hapen gjithë grup kapitujt me kapitujt brenda, dhe 12-ta bashkë me 27-ën që është mjedisi, po kjo është temë tjetër, besoj do të jenë të fundit që do mbyllen për shkak të problematikave dhe vështirësive të gjithë sektorit. Dhe jo më kot kryeministri përmendi që do t'i kërkojmë edhe pasi kur vi puna koha për të bërë antar të Bashkimit Evropian, do t'i kërkojmë Komisionit Evropian që pjesën e sigurisë ushqimore mbylljen e kapitullit 12 ta shtym, t'i kërkojmë një kohë tranzitore edhe 5 vjet. Sepse është vërtet e vështirë për të mbyllur një kapitull siç është 12-ta i sigurisë ushqimore. Ka pafund problematika, ka kapitulli 28 që është mbrojtja e konsumatorit dhe shëndeti publik. Problematika nga më të ndryshme, mjafton shohim raportet e Komisionit Evropian të përvitshme. Mjedisi është një gangren tjetër. Kapitulli 1 që është lëvizja e lirë e mallrave, ka problematika, ka shumë problematika dhe sepse ti krijon mundësinë për lëvizje të mirë mallrash, po duhet të krijosh mekanizmat për që këto mallra të jenë të sigurta. Pra lëvizje të lirë dhe produkte të sigurta. Kështu që problematikat janë nga më të ndryshme, por siguria ushqimore besoj është ndër më të rëndësishmet. Derisa mund të vazhdohet që të shikojmë fermerë të ndryshëm që shesin qumshtin të pa kontrolluar, qumësht me bidona, e thënë rëndom,
të papaketuara, pa siguri, pa analiza. Shiko, Sa dëmshme janë këto? Spari duhet të ndajmë dy kategori fermerësh. Fermerët, të cilët aktualisht po protestojnë sepse fabrikat e përpunimit qumshit nuk ju marrin qumshtin e tyre dhe me të drejtë nuk e marrin, sepse nuk mundet një fabrikë e përpunimit qumshtit të marrë qumsh me aflatoksin dhe ta nxjerrin treg për ne konsumatorët, pastaj me etiketë me aflatoksin. Kjo është e patolerueshme dhe është e palishme. Kjo kategori fermerësh është një kategori e cili nuk shet qumshtin e vet në rrugë. Kanë fermerë të mëdhej, kanë 5 lopë, 10 lopë më shumë, apo edhe të imta, të cilat qumshin e tyre çojnë në pikat e grumbullimit ose në fabrikat e përpunimit qumshit. Kjo është një kategori të cilën nuk duhet ta ngatrojmë pastaj me po e përdor tani zhargonin me qumshin e fshatarëve apo fshatarë që ka një lopë në periferi të Tiranës apo 2 lopë dhe nxjerr produktin e vet qumësh në shishe apo pak gjizë në 1 kilogram djath dhe i shet në trotuaret tona. Janë dy kategori të ndryshme. Të gjithë janë për të respektuar sepse është jetesa e tyre, është ushqimi i fëmijëve të tyre, janë paratë e tyre, por kjo kategori e cila shet në rrugë është risk. Është risk i përhershëm për konsumatorët, sepse nëse fermeri që ka qumshin me aflatoksin është identifikuar, ka një NIP fermeri, është i kontrollueshëm nga autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes bimëve, sepse në fermë nuk hyn autoriteti kombëtar i ushqimit. AKU ka pjesën e produktit pas i del nga ferma apo nga ara apo nga sera dhe pra është identifikueshëm dhe janë shumë të respektuar. Se sot mund të ketë aflatoksin, nesër mund mos ketë varet nga ushqimi i kafshës. Ndërsa produktet e rrugës, të cilat janë qumshti, djathi, gjiza, të cilat her pas here gjenden në trotuaret tona, jo her pas here, por çdo ditë, ato përbëjnë sigurisht risk për konsumatorin sepse është një produkt i pasigurt, pa origjinë, kushtet higjiene sanitare, të amballazheve të tyre, të kafshëve që nuk dihen, çështja e mekimeve e tjera. Pra, siguria ushqimore në tërësi dhe produktet me origjinë shtazore përbëjnë gjithmonë risk kur nuk tregtohen dhe shiten në mënyrë të kontrolluar. Dhe një pyetje tjetër që ka të bëjë me bukën. Buka është një konsum i përditshëm për ne, sidomos shqiptarët janë shumë të lidhur me produktin, por sa i dëmshëm është, a janë të gjitha standardet e duhura në të gjitha furrat që përpunojnë mielli më pas sjellin edhe bukën, ka ngjyrues tek ajo buka integrale, shpesh ka pasur dhe idera të tilla. Unë jam i prirur që mos ju besoj teorive konspirative. Unë gjykoj që në përgjithësi Shqipëria e ka bukën të mirë si produkt. Jemi populli besoj numër 1 në Evropë, jo në BE, por në Evropën kontinentale që konsumojmë më shumë bukë në raport me popullsinë. Për shkak edhe të historisë tonë edhe të situatave ekonomike. Por ka furra të mira, ka prodhues të mirë, ka tregtar të mirë. Por kemi një problem i cili gjykoj që duhet korrigjuar sa më shpejt jetë e mundur nga autoriteti kombëtar i ushqimit. Kemi dy lloj furrash buke sot. Kemi furra buke që janë vetëm furra, prodhojnë vetëm bukë, pavarësisht llojeve të bukës. Kemi edhe furra buke pastiqeri. Në të dy rastet, po kryesisht tek pastiqerit, ne kemi një problem shumë madh me miellin e Kosovës, që vjen nga Kosova me proteinë të ulët. Me proteinë nën 12%, i cili nuk duhet jetë për bukë, po për industri, ëmbëlsira etj. Dhe që absolutisht futet në prodhim buke. Dhe nuk po gjendet akoma mekanizmi se si duhet kontrollohen këto furra pastiqeri, po them, që marrin sepse mielli me proteinë të ulët është më i lirë. Dhe ata marrin miell me proteinë të ulët, kryesisht nga Kosova. Ne importojmë mbi 3000 ton, besoj në vit, miell nga Kosova dhe ka ndërtadhe me proteinë të rregullte, normale për bukë, por shumica e tij është me proteinë nën 12%. Dhe që këto furra buke pastiqeri, pra që ka një mix shërbimesh, përdorin edhe bukën, mielin me proteinë të ulët që duhet jetë për ëmbëlsira, përdorin për bukë, për të minimizuar kostot dhe maksimizuar fitimin e tyre. Ka furra tjera buke, që janë vetëm bukë, të cilat unë kam publikuar edhe fotot të tyre, brenda të thazëve, të cilat kanë pasur miell kryesisht nga Kosova, që është me proteinë të ulët, edhe kjo për arsye çmimi. AKU besoj që duhet ndërhyj, duhet ishte bërë me kohë, por duhet ketë një kontroll të shtuar mbi këto furra buke, sepse spari t'ju jep shqiptarëve një bukë që nuk ka proteina.
e detyron shqiptarin të konsumojë sa më shumë bukë për të marrë proteinat e duhura. Dhe dyta pastaj ka dhe mashtrim tregtar, kjo lidhet me evazionin fiskal e tjera që nuk kanë lidhje direkt me konsumatorin, por pjesa e përdorimit të miellit kryesisht nga Kosova në bukë, miell me proteinë të ulët që është për ëmbëlsira, në bukë është problematike për konsumatorin dhe për qytetarët. Dhe këte kryesisht e bëjnë furrat e bukës, cilat janë edhe furra buke, edhe pasticqeri, edhe ëmbëlsore, edhe bar kafe, i kanë bërë një mix tani që hajde merre vesh çfarë është. Por ky fenomen është edhe tek furrat e bukës që janë mirëfillta furra buke. Në lidhje me ngjyruesit, nuk di të ta them realisht nëse përdoren ngjyrues apo jo në atë bukën e zezë që quhet. Unë nuk e kam analizuar ndonjëherë bukën apo mielin për pjesë ngjyruesish, por në ato produkte që unë kam analizuar her pas here, por dyshoj që mund mos ketë. Mendoj që mund mos ketë ngjyrues, sepse di që prodhuesit e miellit në Shqipëri, kur i çojnë furrave të bukës në zinxhirin e furnizimit tyre, përdorin edhe në mos gaboj o bukë thekre, o miell thekre, o miell elbi, diçka e tillë, për t'i dhënë atë ngjyrën e duhur për ta kthyer një bukë integrale, plus kësaj mielli për bukë integrale, pra bukë që janë po themi të zeza, është më pak i përpunuar se sa mielli i bardhë. Kështu që janë disa gjëra teknike që nuk di të shpjegoj mirë ndoshta në proceset prodhimit të miellit, por që gjykoj që nuk përdoren ngjyrues. Unë kam dëgjuar që përdoren edhe bojë kpucësh. Po këta janë thashë theme kafësh apo rrjetesh sociale të cilat unë s'jam i prirur të besoj. Qartë, zoti Sokole, faleminderit shumë që ishte me ne dhe faleminderit shumë për gjithë këshillat që më dha. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe ju.